Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi alladhi anzala al-Qur'ana hudan wa rahmatan lin-nasi ajma'in. Walhamdulillahi alladhi farada 'ala as-siyam farada 'alayna as-siyam tahdhiban lin-nufus. Wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqillahi wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahun e madh falenderojmë. Falenderim të veçantë ashtu siç i takon dhe meriton madhëria e tij. Allahun e falenderojmë që na e ka zbrit Kur'anin, librin famëlar të mëshirë, udhërrëfyes dhe përgëzim për besimtarët. Allahun e falenderojmë që na ka obliguar me agjërimin e Ramazanit, që është shkak për pastrimin e shpirtrave tonë. Qofshin salatet dhe selamet tona për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që e ndjekin atë deri në ditën e gjykimit. E lutim Allahun që namazin, agjërimin, adhurimet tona Allahu të i pranon. E lutim Allahun që me mëshirën e tij Allahu gjithëve neve të na mëshiron. Prej fillimit të kësaj serie ligjëratash që kemi filluar për pastrimin e shpirtrave, kemi përmendur se ky muaj është mundësi e shkëlqyer dhe e ardhë për secilin prej nesh, për ta pastruar shpirtin ton, për ta shtu bindjen ndaj madhnisë së Allahut dhe për të qenë më afër udhëzimit të Allahut. Deri më tash kemi përmend 4 rregulla apo 4 parime që na ndihmojnë për ta pastruar shpirtin. E para kemi thënë se është njësimi i Allahut, njëshmëria e Allahut, tauhidi. Me njësu dhe me besu se Allahu është Zoti vetëm, krijuesi vetëm dhe që i ka emrat më të bukur dhe cilësitë më të përsosur. E dyta, kemi thënë prej rregullave që na ndihmojnë për pastrimin e shpirtit është duaja. Sidomos këto ditë e fundit të Ramazanit, ku edhe Allahu i Madhërisht në renditjen e ajeteve të Ramazanit thotë wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Nëse të pyesin ty Muhammed të robërit e mi për mua, thuaj se unë jam afër i përgjigjem pyetjeve të lutjet. E treta, prej parimeve, rregullave pastrimi i shpirtit është Kur'ani, që vetë thelbi i Ramazanit është Kur'ani. Shehru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Muaji Ramazanit është muaji në të cilin zbriti Kur'ani. E katërta, kemi përmend që prej rregullave të pastrimit të shpirtit është pasimi i sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe padyshim se begatia më e madhe është që Allahu na ka bërë pjesëtar të Islamit, pjesëtar të ummetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është dhurata më e madhe e Allahut. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim. Me të vërtetë se Allahu u ka dhënë dhuratë të madhe besimtarve kur nga mesi i tyre u dërgoi pejgamber që t'u lexon shpalljet, ajetet e Allahut wa yuzakkihim dhe t'i pastron ato. Andaj pasimi i sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, bindja dhe nënshtrimi ndaj porosive të tij është pastrim i shpirtit të besimtarit. Dhe kjo rrugë, pra suneti pejgamberit alayhis salam, është vetë esenca e pastrimit të shpirtit dhe nuk mund të arrit përveç asaj që na ka mësuar dhe na ka porositur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ibn al-Qayyim, Allahu e mëshiroft, e ka një thënie shumë madhështore për çështën e pastrimit, i cili thotë: pastrimi i shpirtit është më i vështirë se trajtimi i trupit dhe më i rëndësishëm se ajo. Ai që përpiqet me pastru shpirtin e tij me sporte, me sakrifica dhe me gjëra të ndryshme që nuk kanë ardhur nga suneti pejgamberit alayhis salam, është sikurse një ismur të mundohet ta shëron veten e tij para komandimin e mjekut. E njëjta është me atë besimtar që dëshiron me pastru shpirtin e tij mirë po pa e pasu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Është një gjë e pamundshme. Andaj pasimi i sunetit pejgamberit alayhis salam është shkak për pastrimin e shpirtrave tonë. Rregulli me radhë, rregulli i 5 që na ndihmon pastrimin e shpirtit është braktisja apo largimi nga veprat e këqija dhe stolisja me veprat e mira, zbukurimi me veprat e mira. Dhe në këtë rregull janë 2 faza, 2 kategori. Kemi të bëjmë me 2 kategori. E para, braktisja, largimi, çlirimi nga veprat e këqija. Çdo fjalë e keqe, çdo vepër e keqe që e hidhron Allahun, që të largon nga mëshira e Allahut, do të largohet besimtari.
Kjo është kategoria e parë që ka të bëjë këtë rregull. Andaj Islami është i pastër dhe e pranon vetëm pastërtin, si dhe pastrimi i shpirtit dhe nga veset e këqija që e pengojnë drejtimin shpirtëror, janë veprat e këqija, fjalët e këqija e kështu me radhë. Kjo është kategoria e parë, mu largu, mi braktis veprat e këqija. E dyta, çka nuk kuptojmë me zbukurim apostolisë e veprave të mira, që pasi që të pastrohet besimtari nga veprat e këqija, veprat, veset e këqija, atëherë fillon me veprat e mira dhe me fjalët e mira, me të cilat afrohet tek Allahu, afrohet afër udhëzimit të Allahut, afrohet afër mëshirës së Allahut. Andaj, kjo fazë pra zbukurimi, stolisja, vjen pas largimit të mëkateve dhe ka të bëjë me zbukurimin e shpirtit me vepra të mira dhe adhurime që afrojnë tek Allahu, sikurse namazi, agjerimi, Kurani, lëmosha, e shumë vepra të mira me të cilat na ka mësuar Allahu, na ka porositur Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu në këtë kategori bëjnë pjesë edhe vepra të tjera sikurse kërkim falja, pendimi e kështu me radhë. Të mos harojnë, shpirti i pastërt është ai shpirt që është në nënshtrim ndaj asaj që ka porositur Allahu dhe ka porositur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nuk mund të jetë ndryshe. Një shpirt i pastërt mund të arrihet dhe të pastrohet vetëm se në nënshtrim dhe bindje ndaj Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu e përmend në Kur'an thot: "Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Merr o i dërguar prej pasurisë së tyre zakatin në mënyrë që ti pastrosh ato prej papastërtive të gjunaheve e tu a shumë fishosh mirësit. Në këtë ajet, fjala e parë, tutahhiruhum, që ti pastrosh, i referohet pastrimit të shpirtit nga mëkatet, nga veprat e këqija. Ndërsa pjesa e fundit e ajetit, tu ashtosh të mira, ti pasurosh, ka për qëllim përmirësimin dhe zbukurimin e shpirtit me veprat mira që afrojnë tek Allahu i Madhërisht. Pra, për ta pastruar shpirtin, fillimisht njeriu duhet të heqë dorë, të largohet, të braktis veprat e këqija, fjalët e këqija që ndotin zemrën dhe më pas ta zbukurojë shpirtin e tij me adhurime dhe veprat mira që e afrojnë në dritën e udhëzimit. Dhe kushdo që dëshiron ta pastrojë shpirtin e tij, duhet së pari të filloj me largimin nga veprat e këqija, sepse veprat e këqija, fjalët e këqija e nxjin zemrën e besimtarit. Edhe kur të nxihet zemra nuk pranon dritë. Thot Abdullah ibn Mesudi, Allahu qoftë i kënaqur me të, sa herë që robi e ban një mëkat, në zemrën e tij bëhet një njoll, një pikë e zezë. Dhe kështu me radhë derisa e gjithë zemra i bëhet e zezë. Allahu i lartësuar na ka njoftuar se mëkatet që kanë bërë janë shkak i nxirjes së zemrave dhe se faji është i njeriut. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith na tregon për këtë çështje, i cili thot: në të vërtetë, kur robi e ban një mëkat, një gjuna, i shfaqet një pikë, një njoll e zezë në zemrën e tij. Në qoftë se robi pendohet, kthehet pas, ajo i shlyhet, i heket pika e zezë. Mirë po në qoftë se robi vazhdon të bën mëkat, atëherë pikat shtohen, pikat e zeza shtohen, derisa e gjithë zemra të mbulohet. Dhe këtë mbulesë të zemrës, Allahu e përmend në Kur'an, ku thot: "Kella bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Jo, nuk është ashtu, por të këqijat që i punuan, zemrat e tyre u ambuluan. Andaj kur të mbulohet zemra nuk shef dritë, nuk pranon dritë, nuk pranon udhëzim, edhe nuk mund të pastrohet asesi. Gjithashtu Mujahidi, njëri prej komentuesve të Kuranit, thot: ajo pra kjo mbulesë që e mbulon zemrën është mëkat pas mëkati, mëkatet e një pas njëshme, derisa e përfshin dhe e mbulojnë gjithë zemrën dhe ajo vdes. Dhe një zemër e vdekur nuk mund të pranon asgjë fare. Andaj për këtë arsye kushdo që dëshiron ta pastrojë shpirtin e tij, fillimisht duhet të pendohet dhe të kthehet tek Allahu i Madhërisht nga veprat mëkatet e tij të këqija që i ka. Dhe pastaj ai duhet të angazhohet për të kryer sa më shumë vepra të mira që e pastrojnë dhe e pasurojnë shpirtin e besimtarit. Po ashtu Allahu thot në Kur'an: "Dhe ata që luftojnë për ne do t'i udhëzojmë ata në rrugët tona." Dhe me të vërtetë Allahu është me ata që bëjnë mirë. Kjo do të thotë se Allahu u jep udhëzim dhe ndihmë atyre
të cilët përpiqen dhe angazhohen në vepra të mira dhe në fjalë të mira. Dhe pas kësaj, si shpërblim, Allahu i udhëzon drejt rrugës së drejtë, duke qenë pranë tyre në çdo hap të jetës që e bëjnë, për ta përmirësuar veten e tyre. Ibn Taymija, Allahu më shëroft, thot të pastruarit, pastrimi i shpirtit, e teskje, pastrimi, në origjinë do të thot shtim, rritje e diçkait. Dhe në këtë rast pastrimi i shpirtit, nëse kujton në fillim të ligjëratës ne kemi përmend, pastrimi i shpirtit nënkupton dy kuptime. E para, pastrimi i shpirtit nga të këqijat dhe shtimi i veprave të mira. Kjo është kuptimi i plot i pastrimit të shpirtit. Me pastru nga veprat e këqija, nga fjalët e këqija, veset, morali i keq, dhe me estolis, me zbukru me veprat të mira dhe fjalë të mira. Ibn Sa'di, Allah i mëshiroft, për fjalët e Allahut, ajetin e Allahut, belillah yuzakki men yasha, përkundrazi Allahu pastron atë që dëshiron, thot përmirësimi i zemrës, i shpirtit, pastrimi i shpirtit bëhet përmes besimit dhe veprave të mira, duke braktisur moralin e keq dhe duke u pajisur me virtytet e bukura. Pas gjithë kësaj që e tham për këtë pikë, pra braktisja veprave të këqija dhe stolisa me vepra të mira, andaj kjo është përfundim se pastrimi i shpirtit dhe rritja shpirtërore nuk janë vetëm përmes veprave të mira, vetëm mishtu veprat e mira, pa u pastru nga veprat dhe veset e këqija. Andaj besimtari i mirëfillt, besimtari i mirë, fillimisht pendohet, largohet, i braktis veprat e këqija, pastaj angazhohet me veprat e mira. Rregulli i 6, parimi i 6 që na ndihmon për ta pastruar shpirtin dhe që ka ndërlidhje me pikën paraprake që e përmendëm, është mbyllja e porteve që e largojnë njeriu nga pastrimi i shpirtit. Gjithçka që të pengon ty për me pastru shpirtin tanë, mu largu prej atyre, mu u distancu prej atyre. Njeriu ka nevojë urgjente për të mbyllur gjithçka që e pengon dhe që e ndodh zemrën e tij. Në sunet, në transmetimet të haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tregon shumë shembuj që tregon rrezikun e përfshirjes së njeriu në veprime që mund ta humbin fenë e tij. Në një hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: Allahu ka dhënë një shembull për një rrugë të drejtë, dhe në dy anët e saj janë dy mure që kanë dyrë dritare dhe perde të varura. Mbi rrugë është një thyrrës që thret: Ja ejuhan nas, o ju njerëz, hyni në këtë rrugë të drejtë dhe mos u largoni nga ajo. Dhe nga maja e rrugës, në fund të rrugës, është një thyrrës tjetër që thot: mos e hap atë derë, sepse nëse e hap do të hysh në të. Çka ne kuptojmë nga kjo? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kjo rruga e drejtë është Islami. Kjo rruga e drejtë është Islami. Muret anash që janë kufit e Allahut. Dritarët apo portat që janë të hapura në këto mure janë ndalesat, haramet që i ka ndaluar Allahu i Madhërisht. E thirrsi në majë të rrugës që thret në shpëtim është libri i Allahut, Kurani. Dhe thirrsi në fillim të rrugës mbi rrugë është këshilla e Allahut në zemrën e çdo besimtari. Gjithashtu Allahu në surën Nur thot në një ajet: thuaj besimtarve të ndalin shikimin prej haramit, të ruajnë pjesët e turpshme të trupit, se kjo është më e pastër për ata. Allahu është i njohur hollësisht për ato që bëjnë. Njëri prej dietarëve në komentim të ajetit çka thot? I është dhënë përparësi uljes së shikimit para se ta ruan vendet e turpshme të trupit. Pse? Për shkak se shikimi është përpara zinas. Dhe ky shikim e hap udhën për prishjen morale dhe dëmi i saj është më e madhe dhe më i rëndë. Andaj i paraprin që të ndalohet nga veprat që të afrojnë në veprat më të mëdha të këqija. Mos më afro kufive, harameve të cilat i ka përmendur Allahu. Andaj njeriu duhet të jetë i mençur dhe i matur dhe të kërkojë nga Allahu shpëtim. Ai duhet që të mbyll të gjitha rrugët që e çojnë në humbje dhe në mëkatet e tij. Feja, vëllezër, është pasuria më e madhe që ju ka dhënë njeriu. Islami është pasuria më e madhe që e kemi. Ai që e humb këtë pasuri ka humbur në dunjë në ahiret. Ai që e humb pasurinë e Islamit ka humbur në këtë dunjë dhe në jetën tjetër.
Andaj, në këtë kohën tonë, që janë shtuar zullumet, fitnet, sprovat, janë hapur dyert e shumë veprave të këqija, të cilat kanë çuar shumë njerëz në humbje dhe i kanë larguar ata nga udha e drejtë, është koha që të kthehemi tek Allahu duke kërkuar tek ai mbështetje, ndihmë dhe udhëzim këtë rrugën e drejtë. Rregulli 7, parim që na ndihmon ta pastrojmë shpirtin, është ndoshta prej temave që friksohemi me i hap, është kujtimi i vdekjes. Për kujtimi i vdekjes vëllezër na ndihmon ta pastrojmë shpirtin. Ta kujtojmë vdekjen dhe takimin me Allahun. Allahu i madhërisht më thot: "Ja ayyuhalladhina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullah." O ju që keni besuar, friksojeni Allahu dhe secili prej jush le të shikon se çka ka përgatitur për ditën e nesërme. Gjithashtu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shpeshton e përmendjen e asaj që shkatron kënaqësitë. Shpeshton e përmendjen e asaj vdekjes që shkatron kënaqësitë. Për kujtimi i vdekjes është këshill që nuk flet. Këshillohet ai që i friksohet Allahut. Andaj vdekja është ndarësja mes kësaj bote dhe botës tjetër. Vdekja është ndarje mes kohës së punës dhe shpërblimit të punës. Dhe pas kësaj, pas vdekjes nuk ka mundësi pendimi, as për mëkatet, as për të kthyer me bë vepra të mira, as për të kthyer me bë mundalun nga veprat e këqija, as për të shtuar veprat e mira. Allahu i madhërisht më thot: "Wa laysat at-tawbatu lil ladhina ya'maluna sayyi'at." Nuk është pendim i pranueshëm i atyre që vazhdimisht bëjnë vepra të këqija, dhe vetëm atëherë kur i vjen vdekja ndonjërit prej tyre, çka thot? Unë tash u pendova. Vdekja është e pashmangshme për çdo njeri. Jemi sigurt në këtë. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Çdo shpirt do ta shijon vdekjen. Dhe padyshim që do takojmë të gjithë vdekjen, siç thot Allahu i madhërisht: "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Thuaj vdekja nga e cila po ikni, padyshim se ka për t'ju zanë, për t'ju kap të gjithëve. Gjithashtu thot Allahu i madhërisht: "Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada." Kudo që t'jeni, kudo që ndodheni, vdekja do t'ju zem, edhe në qoftë se jeni në kështjella të forta, në kulla të forta, të fortifikuar. Andaj, shumë njerëz kanë dalë nga shtëpitë e tyre që nuk janë kthyer më. Shumë njerëz kanë kërku dëshira të ndryshme që nuk kanë pas mundësi me realizu më. Shumë njerëz që në mesin ton para do ditëve, para do viteve, para do muajve kanë qenë, sot nuk janë. Andaj, kujtimi i vdekjes vëllezër na sjell vetëm se dobi dhe hajër. Nuk ka nevojë që të friksohesh dhe të friksohesh ta hapësh temën e vdekjes. Vdekja, për kujtimi i vdekjes, njeriu i sjell dobi dhe hajër. Kam përmendur ulemat se kujtimi i vdekjes e zgjon zemrën nga ato që janë të pavetdijshme. Qëse një zemër është e pavetdijshme, kujtimi i vdekjes e zgjon. E dyta, për kujtimi i vdekjes i jep jetë zemrave të vdekur, si dhe për kujtimi i vdekjes e bën në robin të kthehet drejt Allahut me sinqeritet dhe me përkushtim më të madh. Sejid ibn Xhuberi, Allah e mëshiroft, thot: "Nëse kujtimi i vdekjes do të ishte larguar nga zemra ime, do të friksohesha se zemra ime do të prishej. Do të friksohesha se zemra ime do të prishej." Pra aja ka majtë gjallë gjeneratat e para tona të arta, zemrat e tyre i kanë gjallënu, i kanë bajt gjallë para se gjithash me përkujtimin e vdekjes. Andaj, njeriu do të jetë gjithmonë në mirësi, në begati gjatë gjithë jetës tij, përderisa e man veten të vetëdijshme se një ditë do del para madhnisë së Allahut. Një shpirt i besimtarit do të jetë në hajër, në begati, përderisa ai gjithmonë e kujton dhe është i vetëdijshëm se do del para madhnisë së Allahut. Sufjan ibn Uyeyne tregon një rast të Ibrahim el-Temi, i cili thot: "Një herë e paraqita veten time, thot, në xhenet." Ka paramendu veten e tij në xhenet, duke ngrënë frutat e tij, duke pirë nga lumenjtë e tij, duke u ballafaquar me bukuritë e xhenetit. Pastaj paraqita veten time, thot, në zjarr, duke ngrënë nga zekumi, që është ushqimi xhenemlive, duke pirë nga lëngu i tij dhe duke u përballuar me zinxhir dhe prangat e xhenemit. Atëherë, thot, i ktheva vetes time dhe i thash: "O shpirt, çfarë dëshiron?"
Thot ajo përgjigj, dëshiroj të kthehem këtë botë për të bërë vepra të mira. Atëherë i thash, ti je në dëshirë, prandaj puno. Plotësimin e dëshirës e ki të mundshme për të bërë vepra të mira, fjalë të mira, ende është mundësia para se të dalim para madhnisë së Allahut, para se të ballafaqohemi me vdekjen. Secili prej nesh e ka mundësinë që të bëjmë vepra të mira, fjalë të mira dhe të kthehet madhnisë së Allahut. Andaj gjeneratat e para, dietarët, pasardhësit e tyre, tabiinët e kështu me radhë, e kanë mbajt veten, e kanë gjallnu veten në ibadet, në adhurim, duke përkujtuar vdekjen edhe duke përkujtuar se një ditë do të dalin para madhnisë së Allahut. E lutim Allahun që të dalim para tij faqebardh, e lutim Allahun që të ballafaqohemi me vdekjen duke qenë prej atyre që dëshmuan shahadetin. E lutim Allahun që gjithëve neve Allahut na e fal mëkatet, na udhëzon në rrugën e tij. E lutim Allahun që gjithëve neve Allahu na mundson që dalim prej këtij muaji duke i pastruar shpirtat tonë. E lutim Allahun që të na bashkon në xhenetet e tij. Aquli qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.